sikur se ka thënë, diku në një vend tjetër kryeministri që ato ngrehinat që janë, ose shtëpitë pa banuara... Se është prononcuar Rama për objekte? Diku në një vend tjetër do ta kërkojmë do ta gjejmë që ta... Këto ngrehina, ose këto do prishet. Shtëpia është e panueshme, bile nga tërmeti nuk e gjeti gjë, nuk lëvizi fare, ne po banojmë. Pra s'ta prishet tërmeti, po të prishet tërmeti. Asnjëri nuk janë dëmtuar. Është një pronë që është rreth 150 metra katror trua dhe 60 metra katror ndërtesë. Jemi 2 kurora aty, 2 kurora. Prona është vlerësuar me 62 milion lekë vjetra, domethënë se cilës kurori bie 30 milion lekë vjetra të marrë. Tani çfarë mund bëj njëri me 30 milion lekë vjetra? Mos ma thuaj mua, çfarë do i thosh kryeministrit me 30 milion, çfarë blihet në Durrës me 30 milion? Unë kryeministri Ti jemi të hapur, domethënë me idenë që ai nuk i di të gjitha. Po nuk e di 3 milion lekë tre mund blesh 10 metra katror ndërtesë. 10 metra katror ndërtesë në një pallat. Nosha një banjo. Nëse është ai banjo 10 metra katror. Dhe në këtë banjo duhet jetojnë 2 veta. 3 veta. Po, duhet banojmë 4 veta. Kemi ne. 4 veta. Pra 2.5 metra për banor. Por aq vjen 2.5 metra. Dhe më e bukur është, sipas planit që ne kemi parë, aty ke prona ime që është pronë shumë e vjetër. Prishet thotë ai se do mund të bëj lulisht aty. Kur jo më lartë, për baba shkollës janë i Kukuzeli, lulisht ka qenë aty, e ka rrethuar dhe po bëj një pallat. Domethënë ky prish lulishën bën pallat, pastaj prish pronën për të bërë lulisht. Kjo është nonsens, nuk e di këta njerëz flasin seriozisht apo bën shakara me njerëzit.